Selam aleikum, hoxh, jam një nxënës në shkollë të lartë, nuk mundem t'i fal namazet kur jam në shkollë. A mund t'i fal pasi ta mbaroj shkollën? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Kështu na tregon Allahu i lartësuar në Kur'an. Inna salate kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Nëse për shembull të ndodh që je në mësim në orën në kohën e namazit drekës, pra kur hyn namazi i drekës, duhet ta dish që namazi i drekës ka kohë deri para ikindis. Pra nuk është e thënë që në minutin që hyn, pra koha ta falësh, mund ta falësh pak më vonë. Me rëndësi është që ta falësh brenda kohës. Dhe mund ta gjesh mundësinë, pra ose në pushim, ose pra pasi përfundon mësimin, me rëndësi është të jetë brenda kohës. Veçohesh diku, muslimani nuk është kusht pra që namazin ta fal patjetër në një vend të caktuar, kudo që të ndodhet. Kudo që të ndodhet, pra e fal namazin. Më është bërë mua, thot profeti alayhis salam, toka vend falje dhe e pastër. Kështu që kudo që t'jesh mund të falesh. Më rëndësi është që namazin ta falësh brenda kohës. Po ashtu edhe namazet tjera, për shembull ikindia. Pra nuk është e thënë që në atë minutin që hyn koha. Ti mund gjesh mundësinë hapësirë 5 minuta e fal namazin. Allahu të rujt.